keq për Allahun xhallahu ala I ka qenë në xhenem. Cili është mendimi I keq? Mendimi I keq për Allahun është mendojsh se nuk ka me të ringjall, nuk ka me të marrë llogari për çka ke bërë. Kjo është mendimi I keq për Allahun xhallahu ala. Qysh ka mundësi Allahu xhallahu ala I gjithdijshmi, I drejti absolut, të barazon mes të mirët e të keqet, duke I barazuar me vdekjet e gjithë. Pa mund të shmart. Kjo është mendimi I keq. Prandaj sa më tepër është prezant në jetën tonë bindja se kena më kry tek Allahu xhallahu ala. Kena më dhënë llogari për Allahu xhallahu ala. Wallahi do të përmirësohet gjendja më tepër. Do të përmirësohen raportet tona mes vetëm aty, kena më dash më shumë. Wallahi më shumë duhem kur kena paralysh kena më dash për Allahu xhallahu ala. Se vlen u prish për të për ato, se vlen dunia, për dunia nuk ka vlen u prish, më kërkon hiç. Për musliman hiç nuk ka vlen u prish për këtë punë. Po, për ahiret po, për din po. Për dunia. Se vlen u prish. Ka çka ku shkon këta. Krajt shkon. Me një dhënë të librit nga ana majt. Krajt knasia, ku janë milionat ato? Ku është autoritet? Ku janë pozitat? Ku janë? Krejt binuja. Kur fa ndikimi nuk ka. Madje as si kujtime të këndshme nuk ka mundësi me rikthy që bëre pak më u fresku në atë vend të mundimshëm dhe të dënimit që është duke shkuar drejt tij. Pse të kjo? Innahu dhanna an lan yahur. Ati kur mëne si ka shku që ka më u taku me njëve. Pasaj thëtë Allah xhallahu ala, bala, inna rabbahu kana bihi basira. Edhe pse ai si ka pas me të na. Edhe pse ai nuk ka pas parasysh se ka më rikëtë na. Zoti I tij u konë gjithmonë të e patë. Allah të ka përsin gjithmonë. A në kjo është e që ka fillim. Liria jote është e ndëlidhur me veprimin. Të sun e nalë Allah në gjellë me të pa. Andaj rregulloj veprimin që të se mirë. Se të sun e nalë edhe me të pa e ty. A sun e nalë me lejkën me shkrujt, nuk mund me nalë. Së është liria jotja, nuk kiti këtu kompetenca. Nuk ka perde që ka mundësime të mbulu ty para Allah gjellë u ala. S'ka. Prandaj, kur mendojmë se asë kush nuk në shë, e asë nuk në ndëgjën, kur mendojmë se jena largë atyne që nuk i shkon mirë me në pa këto e aty, ta kena parasysh se një perde, një dritare nuk mundu me mbyll kur. Bel, inna rabbahu kana bihi basira. Zoti I tij është ai që ka pa gjithmonë. Të njerëz se kanë pa, njerëz e kanë lëvdu, e kanë dashur, se dyshin njerëz ka po shkon kë Allahu, po Allahu xhallahu din këtë.